Humbja është shkaktu, nuk është shkaktu prej cilësisë kundërshtarit, nuk është shkaktu prej dominimit kundërshtarit, dhe më thonë, kjo është shumë më potencu. Ajo që ka bo këtë diferencë është ai cinizmi i një kundërshtarit i cili në rastin e parë e shënoi golin i cili ka mujtë me qenë shumë i evitueshëm, edhe kjo është domethënë që pak a shumë i karakterizon këto ekipe që kanë lojtarë domethënë me emra dhe me bagazh dhe me përvojë shumë të lartë edhe ndërkombëtare, edhe jo në këto epizode shumë vogla që ata dinë me shfrytzu. Gjë që nuk ka qenë në orën tonë, sepse nëse analizojmë takimin atëherë unë mendoj që edhe prej kondit tim që kemi pas një pjesë të parë vërtet fantastike në gjitha aspektet, edhe në kuptimin e organizimit të ekipit, edhe të paraqitjes së ekipit në të dy fazat. Kemi rrugë shtylle, kemi pas 2-3 raste 100%, do të thotë edhe ajo që ka qenë primare që është dashur domethënë me reagu ekipa kështu. Asnjë moment, asnjë lojtari kyç që i ka pas Turqia nuk i kemi leju absolut hapësinë. Nëse analizojmë në mënyrë profesionale atëherë, pse është bërë kjo? Është bërë kjo se është vërtet në moment edhe kur u hub topi, sepse ka pas gabime edhe kështu në pasime të dy janë, po edhe kur gabu topi. Atë vërtet ai tranzicioni prej fazës në fazë, vërtet ka qenë i jashtëzakonshëm, edhe mua ai tranzicion nuk ka bërë që nuk ka leju hapësinë kundërshtarëve. As Yıldizit që është një lojtare që dihet njëre i vjen momente njëre shfrytëzon. Edhe Arda Güleri Çalhanoğlu, këto tri elemente tyre të cilat vërtet janë bllokuar në mënyrë perfekte, sepse ajo që vlen më potencu po flas, kjo disiplina dhe mënyra se si është paraqitur pjesën e parë është vërtet fantastike, sepse një 45 minuta të parë, një pjesë mos me leju asnjë gjujtë e tjera, asnjë goditje dënimi në ato pozicionet ku nëse ishin bë, vërtet ishim rrezikueshëm nga Çalhanoğlu edhe nga Arda Güler. Asnjë moment nuk e kemi lënë Yıldız Knej, domethënë të tregoj vlerat e vetes, gjithmonë është dyfishuar dhe nuk ka pas hapësina. Kështu që me bëj gjithë këtë volum lojë në mënyrë kaq domethënë disiplinume edhe kaq perfekte, do të vërtet koncentrim i madh. Pjesën e dytë sidomos pak a shumë komplet më shumë që do të vjen në shprehje komplet pak më shumë prej Moriçit. Unë mendoj që Moriçi pavarësisht që në gjitha takimet atë do të më përgëzu si kapiten jashtëzakonshëm sepse ai gjithmonë është sakrifikuar. Shembull, një lojtar i cili është golashënushi i dytë në La Liga, edhe është afër rekordit Mallorcës, me thymën e rekordit Tetos. Një lojtar kyç që luan La Liga, i një klubi të La Ligës, edhe mu sakrifiku, sepse shqyqa, ka lojtar që... Ka i bjen mu sakrifiku? Sakrifikohet kjo, sepse nuk luan pozicionet i natural, si kurse lunaj, që tërë ekipa mu sill nga do të thotë mu projektu, shush është Mallorca, do të thotë qëndron zonë dhe është lojtar i zonës. Sakrifikimi është që del për zonës, ma shumë maslon e kareta të, del për zonës, shkon, do më thonë, krijon hapësira, është shumë lojtar, do më thonë, fleksibil, do më thonë, kjo është ai që thot ai sakrifisën, nuk rrin në zonë ato ku edhe mundet me pushu edhe me qenë shumë më konkret. Kjo është ai sakrifica që e bën një lojtar si ka bërë Moriçi. Sot e kumplit pak më shumë, po megjithatë edhe loja pak a shumë nuk është zhvilluar në atë formë që me ardha e shprehje pak më shumë, sepse nuk ka pas, sepse lojtar si Moriçi do të me pas topat, do më thonë, nga anash apo ndërësit, topat që datë me shfrytëzu, do më thonë, gjatësin e tina dhe lojën e forë që e ka najrë. Kush u la përshtypje më shumë në kuptimin pozitiv për paraqitjen? Unë mendoj se... Ose 2-3 lejtarë? Tash po them drejten, Gallapeni prej fillimi deri në fund ka qenë jashtëzakonshëm. Ma i mirë, po thamë. Mund të them, ma standarde ka qenë, edhe nëse analizojmë disa situata që nga jashtë nuk shihen shumë, po e shumë të rrezikshme, ku i ka rekuperu mënyrë të jashtëzakonshme me shpejtësinë e tij edhe me tash, është për të qëtinë lojtar 21-22 vjeçar sa i ka, edhe me tregu do të thotë një lloj aq pjekurie të madhe në fushë, kjo vërtet është për përgëzim edhe për me përgëzu. Unë mendoj që Gallapeni ka qenë ai i cili standard do të gjatë tërë lojës, gjithë në pjesën e parë ishin të mirë. E bëri, a kanë Çalhanoğlu'n të merë karton të verdhë me një përpjekje për një qismë parabolet vogël atë? Me karton, sepse ishte e ka timingun, do të thonë, kur mendohet që është top i humbon, ai e rekuperon ato. Kështu që mendoj që ai ka qenë mas stabili. Pjesën e parë diskutohet gjithë kanë qenë, po theme, edhe Fisnika Slane me atë gjujtin, edhe gjithë kanë qenë mirë. Mirë, po ajo që atë dallon edhe që jemi frigu edhe që zakonisht ndodh me këto ekipet që kushtimisht janë ma cilësore, është që në një moment
në një moment, kur ty të shumë përqendrimi edhe nuk je organizuar kështu që shduhet, ajo të denon. Kështu që në një moment caktuar edhe para golit ne kemi diskutuar se shqyrojnë, shihet ajo do të thotë ekipa u zon në mënyrë jo të organizuar, sepse një lojtar si Yildiz absolut nuk do të lejohet gjithmonë me shku lojtar në mënyrë, absolut. Nëse do të gjithçysh gjithse më dyfishua po tre. Vendosja aty këtë të lashe. Sikurse ato në zonën, me thonë, nuk në zonë në mënyrë organizuar se s'ka qenë pjesën e parë, edhe atë moment e shfrytëzoj. Normal, golli cili ka mujtë me evitu, mirë po në futbol është edhe kjo, mundet me ju edhe golat cilat, edhe nëse je organizuar, atëherë mundet në farforme edhe aksen detaj, nuk ishte ndaj gol i cili përveç Yildizit që bëni atë veprimin edhe e futi topin në zonë, nuk ishte ajo një goditje cila shkoj, kështu që paraqitjet këto momente ku kur presi prej dikuj që në ka dhuru diçka, edhe një mund caktum nuk e arrim ato, atëherë paka shumë është kjo edhe mentaliteti jo ndoshta deri sot e kryojmë. Edhe ne do të me kriju një lloj përvoje se opinion sportiv edhe gjithë ne me kriju një lloj përvoje edhe me shiqu gjanat në mënyrë korrekte. Foda nëse i Petrosi, se tash varet e pej Fodës, varet vetë. Unë mendoj që ai e ka arrit, e ka qu kombëtarin në nivel tjetër, edhe tash mendoj që është i vetmi person i cili prej atij nivelit mund ta ngrit në nivel tjetër. Se nëse bëjmë tash ndrime, edhe vjen komplet një filozofi tjetër, një trajte trajner i cili fillon prej fillimit, unë mendoj që kur ke arrit këtë nivel është shumë ma lehtë me vazhdu atë nivel me ngrit nivel tjetër. Kështu që dhe ju javën e kaluar, pra ishit shumë të kënaqur, jo vetëm ju, në fakt shumë kushte. Nuk mund të mos jesh i kënaqur me këto rezultate, pra vetëm t'ju përditësoj se pëndodhin gjëra derisa flasim, Suedia e ka mundur Polonin, pra Suedia do t'jetë në botëror, ndërkohë ne kemi mbushtur Suedin edhe vendas edhe mysafir. Pra kjo është futbolli, a? Kjo është ajo gjona që ne duhet më krenu me ta, po theme ne kemi arrit në një pozicion ashtë lartë, sa që do të thotë jemi ato. Do të thonë mes në këtyne kombëtarëve që kualifikohen, që janë kualifiku, kombëtarë janë kualifiku që ne kemi mund, kështu që kjo të regon këto. Pastaj këto finalet janë loj me epizodet cilat realisht nga njerë fiton ekipet cilat nuk e meritojnë. Futbolli ka këto, kështu që ne do të mi kuptu këtë pjesë të futbollit, sepse është i vetëmi sport cili e ka atë faktorin, do të thonë befasi mrena për mrena edhe jo meritor nga njerë është shumë jo korekt futbolli, po theme njerë, nuk është sport i vetëm i cili asë njerë nuk mund, shpesh nuk fitojnë ekipet që meritojnë. Për atë arsye është edhe sporti më interesant. Kështu që kualifikimi i Suedis, apo tash mundet edhe i Bosnjë, nuk e di Bosnjë që ka ndodhe ende minuta 12-1. Kjo është një tregus, po them, ku ne e veç kemi hy në atë pjesën e kombëtarëve që me pesh. Kjo është më rëndësi, domethënë kemi arritë edhe kjo është ajo që ne duhet më mburë me këto, duhet me përgëzu edhe me falendëru kombëtare ku ka arritë. Kështu që mendoj që Foda, pavarësisht nuk e di, Foda është arkitekti i cili ka prutë këtu, edhe është arkitekti i cili prej këtij niveli është i vetmi që mundet me ngritë, sepse ai e din ku është edhe i din çka duhet kombëtare. Kështu që ne duhet pavarësisht dhimbjes, zhgënjimit, ne duhet me qenë krenar me këtë arritje që ka bërë kombëtara jonë.